Galeria e Arteve Shkodër ka hapur dyert për edicionin të 11 të ekspozitës kombëtare Salloni i Vjeshtës. Me temën midis linjave dhe ngjyrave, ekspozita mblodhi rreth 70 artistë nga Shqipëria dhe diaspora, duke sjellë një dialog të gjerë mes formave, mediumeve dhe qasje të ndryshme bashkëkohore. Nuk është gjithmonë numri ai që bën rëndësinë, rëndësishme është që Shkodra mbetet një pikë referimi për artistë e pjesëmarrës që vijnë jo vetëm nga Shkodra, por nga Tirana, nga Durrësi, nga Lushnja, nga Berati, nga Kuksi, nga Malizi, nga Kosova, mund të harroj edhe nga Amerika kemi, edhe nga Italia kemi. Pra është mbetet një event kryesor që përpos sasisë po kërkon gjithmonë një cilësi prezantimi, por edhe po zgjeron territorin e prezantimit, jo vetëm artit, po të Shkodrës si një qendër ku ndërthuren vlerat artistike. Ka pas vështirësitë e veta, kuptohet se tema nuk ka qenë edhe shumë e thjeshtë, diçkush edhe ka kuptuar, dikush nuk e ka kuptuar siç duhet temën, por në përgjithësi punët janë shumë të mira dhe shumë të bukura. Ka ndruar fryma e stilit klasik, shohim shumë punë të frymës më moderne, më të një lloj pune me konceptuale, me ide, dhe kjo e bën dhe ndryshimin përgjithësi në gjithë kësaj galerie. Çmimin vepra më e mirë e mori artisti Arben Suma, me çmimin autori më i mirë u vlerësua Agronoj Kashi dhe me çmimin e risisë Gendi Spirollavi.